Big Brother VIP Albania 4 ka mbaruar dhe kemi një fitues, ai është Gjesti. Për të folur për dinamikat dhe për post Big Brother, kam të ftuar në një lidhje me Skype opinionistin ish banorin Elton Tozaj. Elton, shumë faleminderit për këtë intervistë me Skype. Faleminderit juve për ftesën përsëri. Elton, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Ai ishte Gjesti, po themi banori që e meritonte plotësisht të ishte fituesi i këtij Big Brotheri? Të katër finalistët ishin fitues. Padyshim në optikën tonë Rozana është ajo që e ka fituar realisht Big Brotheri. Sipas disa le themi votave që neve kemi apo diçka tjetër që nuk dua ta komentoj këtë pjesë sepse nuk dua të komentoj fituesin tashmë, sado që neve mund të themi jo po kemi fituar, ne jo kam fituar. Ka fituar një nga konkurrentët e tjerë, pak rëndësi ka tashti, sido që të jetë puna. Fituesi nuk komentohet, nuk gjykohet. Bravo i qoftë, fitoi, suksese, shpresoj që ta shfrytëzoj për mirë të gjë. Shpresoj që me faktin që hyri duke kopjuar Luizin, të paktën të kopjoj Luizin në suksesi që do ketë pas daljes si nga Big Brother. Mos jetë një yll që do shuhet me mbarimin. Si e priti Rozana, po themi që u shpall Gjesti, duke qenë se shifra ishte shumë e afër sipas teje? Ne kemi kaluar 2 ditë post Big Brother, kemi dashur të marrim deri diku veten, megjithëse ka qenë e pamundur. Kemi pasur një drekë familjare fantastike tek Andeta, që është motra jone e madhe për të gjithë. Shumë e lumtur, absolutisht asnjë lloj keqardhje. Sido që t'ishte puna, Rozana e kishte thënë edhe në Big Brother që kushdo që ta fitoj nga neve të dy është fantastike. E tha dhe pasi mbaroi Big Brother që i uroj Gjestit fitore. E kam dashur me të vërtetë, dhe realisht e ka dashur me të vërtetë që Gjesti ta fitonte. Sado që dje për shembull e kam pyetur gjatë ndërkohë që ishim në shtëpi dhe i thoja Roz, realisht e ke dashur patjetër fitoren e Gjestit? Po, tha, nëse do fitoja unë, tha, ose midis meje edhe Gjestit, tha, kushdo që ta merrte nga neve të dy, tha, do të isha shumë e lumtur. E kam dashur shumë, e dua shumë fort Nubin, edhe patjetër tha që nuk më bënte fare përshtypje kjo gjë. Do të ishte e pa kuptim ta kishte fituar Egli ose Laerti, po midis neve të dyve, tha absolutisht kishte asnjë lloj problemi. Kur u shpall fitues Gjesti, ka pasur një lloj feste të dukshme nga Gerta. Nuk e kam kuptuar kur këtë festën e Gertës, ndërkohë që Gerta zvajti dot edhe në finale, se më duket një butallik shumë i madh, që për natës si me vjerre vajta feta me Pullixiu. Domethënë është e pa kuptim kjo pse Gerta feston se fiton Gjestin, ndërkohë që po të kishte fituar vetë Gerta, ose të kishte dalë minimalisht në finale. Është kjo çështja e kësaj inatit që ditë të them vetëm diçka që në post Big Brother do ketë ato gjëra që mbase nuk thuheshin brenda në Big Brother, pasi nuk lejoheshin informacionet nga jashtë. Në post Big Brother kam për të thënë. Eltona, ka pas, po themi, si që ishte rasti që Gerta u gëzua, po ka pasur ndonjë, po themi, debat në prapasken gjatë finales? Gjatë finales, mbase jo, po në finale, në prova gjenerale, ka pasur debate, ka qenë Gert Ferra i cili ka përshtyr dhe ka shar i thon me libër shtëpie Bernardin, duke ofenduar shumë rënd. Ka pasur një debat tjetër midis, me sa mora vesh, paktën me sa kam dëgjuar kur bëshe hyrja e njerëzve për spektaklin e finales, ka pasur një debat midis Petros edhe Viserdos. Dhe në mbyllje të spektaklit, shumë ditërisht nga hiqi, pati një debat goxha të fort midis Oljos dhe Loredanës, që patjetër ishte Jozi, ai që e ka lindur ose do ketë qenë shkaku i këtij debati,
Po, pjesa tjetër pastaj ishte shumë okay. Ka pasur shumë, po themi, reagime në momentin që Gjesti teksa performonte u mbulua me flamurin e Kosovës. Domethënë, ideja është që pse mos ishte i Shqipërisë, ndoshta një gjest përbashkues. Po pse duhet ishte i Shqipërisë dhe pse jo i Kosovës, ose pse jo që të dy? Ose, po pra, pse jo që të dy, po pse vetëm i Kosovës? Nuk më dëgjoj. Kam përshtypjen kjo gjëja, ky është ushqim i nacionalistëve të smur, i atyre që kanë dashur gjatë gjithë kohës të krijojnë këtë përçarje. Jo, nuk ka asnjë problemi, gjësi mbajtësi të Kosovës si të Shqipërisë është gjëja më normale e mundshme që mund të ekzistojë. Flamuri i përkohshëm i Kosovës është ai që ata kanë përshtypjen që në një Shqipëri tjetër të madhe, që shpresoj të jetë shumë shpejt, flamuri do të jetë ai që kemi të gjithë në shqiptarë. Siç është edhe në Kosovë që në çdo shtëpi flamuri shqiptar është aty. Mbrëmjen e dieshme në fakt është diskutuar në një nga mediat e Kosovës që Gjesti mund të jetë një ndër këngëtarët që do të performojnë në ndeshjen në Shqipëri-Serbi. Sa mirë kanë marrë vesh ata, sepse Gjesti ka rrezik nuk e ka marrë vesh për vete. Dje kanë qenë këto, domethënë dje ka qenë dita e parë pas Big Brotherit. Unë do të isha shumë i lumtur që të ndodhte, në mos Gjesti ku çdo këngëtar tjetër shqiptar i Kosovës duhet jetë besoj aty prezent për të ndihmuar. Nuk ka rëndësi nëse është Gjesti domethënë apo jo, po simbolika është shumë e bukur. Nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, sepse Gjesti dje edhe ka ardhur tek festa, erdhi, ishte shumë i hutuar, nuk është se u pak shumë përdall, deti pak, hiku. Nuk e besoj se janë bërë të tëra këto. Dje ka qenë ditë pushimi zyrtar, si po e njëjta gjë dhe sot. Nëse do kishte pasur një komunikim për Gjestin, do kishte pasur edhe për 4 finalistët e tjerë. Sot ka pasur një takim, të paktën me aq sa diu, 4 finalistëve dhe producentëve. Pjesa tjetër pastaj ka qenë thjesht fest. Thjesht fest, është festuar, është kënduar, është kërcyer deri në orët e para të mëngjesit. Nuk ka qenë muhabet, nuk kanë bërë muhabete pune kur i thonë, përse nuk e të saj. Mbase, FSHF-ja mund ta ketë organizuar, mbase do të shkoj shtesa Gjesti. Po, këtë gjë nuk e di, po kushdo që të jetë, thash dhe një herë, nga Kosova është fantastike, sepse simbolika është e mrekullueshme.